Ka nisur gatimi i udhëzimit të ri për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, pas votimit të tij në fletoren zyrtare. Dokumenti i Ministrisë së Financave i hap rrugë procesit që do të shtrihet në të gjithë vendin deri në dhjetor të vitit 2026. Fushata parashikon një normë tetimore 5% për rivlerësimin e pronave. Më në fund hin fuqi 5%. Ligji i ri për pronat ul tatimin në 5% mi fitimin nga shitja. Kjo do të thotë më pak taks për shitësit dhe më shumë lëvizje në treg për agjencitë imobiliare. Nëse prona ju i ka vlerën 100.000 euro në treg, më përpara keni pagu 15%, ndërsa sot keni mundësinë të paguani vetëm 5%, që është 5.000 euro. Mundësia është deri me 31 dhjetor të vitit 2026. Agenti imobiliar thotë se ulja e kësaj takse pritet që të ndikojë në shtimin e pronave në shitje, ndërsa mund të ketë lëvizje në vetë çmimin e pronave në treg. Për gjithë të interesumt për se si mund ta bëjmë aplikimin e 5%-shit, ose mund të drejtoheni tek agjencitë imobiliare, ose mund të drejtoheni tek Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Dhe besoj që çmimet kanë me ra, sepse tendenca ka kanë me rrit çmimin e apartamenteve ose shtëpive private, në mënyrë që me arrit me përballu taksën 15%. Po ashtu gjatë këtij viti pritet të hyjnë në fuqi çmime të reja reference për pasuritë e paluajtshme në të gjithë vendin, me përjashtim të Tiranës, çka do të sjellë rritje të vlerave të pronave. Rivlerësimi i fundit u zhvillua në periudhën 2020-2022 me një normë tetimore 3%, ku rreth 94.000 pasuri të paluajtshme ju ofruan çmimeve të tregut. Nga ajo fushat, buxheti i shtetit përfitoi 138.6 milionë euro, indikuar nga niveli i tatimit dhe rritja e çmimeve në treg.